Cili është raporti mes teje, Enit, vajzës dhe djalit? Nuk mund të ketë raport më të mirë. Jem shumë i lumtur, kam jetën e qetë, ma ofrojnë ndjesinë shpirtërore më të mirë që mundet dikush me ma dhanë. Shkaku i kësaj rryme, kësaj energjie pozitive, mu më kanë ra dhe pasionet që për shembull me humb kohë diku në mënyrë të panevojshme. Do të mbaroj ndonjë punë dhe mes dispresë më kthej te familja ime. Ka pasur paragjykime në martesën tuaj? Njeriu paragjykohet jo vetëm martesë, po kudo. Por mjafton njerëz kur të shohin nga afër, të njohin, atëherë bien paragjykimet. Dhe unë e konsideroj si pjesë të bukur kur dikush vjen me paragjykim te unë dhe kthehet, domethënë totalisht i filtruar apo i pastruar ndaj atyre paragjykimeve dhe ndjej veten triumfuese në këtë rast, sepse në fund ditës domethënë rëndësi ka si je, në çfarë rrethana jeton, si e ke krijuar jetën, familjen, dhe pa ka rëndësi domethënë çka mendojnë njerëz do thënë, apo çka spekulojnë, nëse paragjykime spekulim. Kështu që mjafton unë ta kem jetën rehat, familjen mirë, të kem shoqërinë, do thënë, edhe të vlerësohem për punën që e bëj. Genc, ka qenë gjithashtu një aprovim edhe nga familjarët e juaj, një bekim në vete, sa i përket kësaj martese, Ani, pse ka shumë pyetje sa i përket diferencës në moshë? Absolutisht, unë nuk e di pse njerëzit i ndërtojnë disa pikpamja apo koncepte pa pas më të vogël në informat. Realisht, unë jam i lumtur me jetën, nuk e shoh asnjë pengesë dhe më u kthy në kohë me dy durë me shpirt do të bëja të njëjtën gjë. E bukur. Cili këngëtar ose grupi mungon skenën sot? Cili? Po. Minatori. Unë jam rrit me muzikën aty. Do të thënë janë diçka që kur e lëshoj Minatorin më kujtohet, po flasim për grup, po flasim për artista, se krejt i respektoj i nderoj. Edhe një pjesë e tyre, për shembull që se flitet unë kom raporte perfekte vlerësoj edhe Sina Vllazaliu, po ajo është ende aktiv. Do të thënë, mirë po një grup që nuk bën më muzikë, pak të nuk e kam dëgjuar kohë. Fundit është Minatori, sepse është grupi i cili na është ofruar si një lloj ngrohtësi shpirtërore në kohën tonë më të vështirë të viteve të 90-ta, por edhe muzika, tekstet, edhe sot e gjej veten në to, edhe është një band fantastik që unë nuk e kam pas njëherë të ketë prodhu shoqëria jonë diçka